Unë shoh disa probleme të kjo çështje dhe fillimisht çështja e parë lidhet me transparencën e institucioneve të drejtësisë, duke nisur që nga Policia e Shtetit, e Prokuroria e Posaçme dhe te Gjykata e Posaçme. Janë arrestuar 2 persona dhe merret vesh që këta 2 persona janë arrestuar 2 javë më pas, ndërkohë që standardi i njoftimeve që ka mbajtur Prokuroria e Posaçme është që brenda 24 orëve, maksimumi 48 orëve ka nxjerrë njoftimin për shtyp nëse ka mas sigurie, arrest me burg për një shtetas të caktuar ose jo. Gjithashtu edhe nga ana e Policisë së Shtetit, gjithashtu edhe nga ana e Gjykatës së Posaçme, e cila me siguri do ketë marrë edhe vendimin për caktimin e masës sigurisë. Ka dhe një njoftim siç e përmendi Xhevi, që nuk ka as akuzë, as për çfarë vepre penale janë të dyshuar këta persona. Çdo gjë e zezë, çdo gjë gri, askush nuk merr vesh asgjë se çfarë ka ndodhur. Dhe kjo lidhet shumë me standardet e reputacionit dhe të besueshmërisë së Prokurorisë së Posaçme. Pastaj shoh dhe një tjetër problem. Nëse sistemet e Prokurorisë së Posaçme janë kaq të dobta, sa pasuardet nuk janë ndryshuar që në kohën kur ka qenë Prokuroria e Krimeve të Rëndra, pra vitit 2019, sa herë mund të kenë ndodhur që të jenë aksesuar kompjuterat dhe emailët e prokurorëve të posaçëm dhe sa materiale kanë arritur që të sigurohen dhe të përdoren për të shantazhuar apo për një lojë matioze, meqense e përshkroi në mënyrë të tillë Klodi? Mua kështu më duket. Dhe s'më duken ata 2 zyrtarët, bie dakord me Telën që s'janë ata 2 zyrtarët Kreu. Kreu mendoj që është shumë lart. Dhe prandaj unë them që kjo çështje duhet hetuar deri në gjenesë. Jo çështja e Kreut. Këta të 2 janë persona që kanë mundur të hyjnë brenda SPAK-ut. Pyetja që shtrohet është, nëse sistemet e SPAK-ut janë të aksesueshme, rastisi që në datën 12 mars ka rënë sistemi alert, po nëse janë aksesuar dhe më përpara dhe nuk është sinjalizuar që persona të caktuar kanë ndërhyrë në këto sisteme, atëherë, për çfarë reputacioni institucioni jemi duke folur? Pyetje që ngrita dhe unë që në fillim, që unë e nisa duke thënë që SPAK së pari duhet na sqarojë dhe problemi i fundit që shoh deri me kaq të dhëna sa ka për Prokurorinë e Posaçme është që SPAK ka marrë rolin e një institucioni i cili merr në dorë monopolin e të vërtetës, ku vendos se çfarë materiali do të publikohet dhe çfarë materiali nuk do të publikohet. Dhe kjo nisi që me rastin e zotit Elton Qyno. Nuk ka drejt këtë drejt. Nuk ka të drejt. Nëse informacionet mund të kenë dalë nga kompjuterat edhe përmes hakerimit apo rrjedhjes së informacionit të Prokurorisë së Posaçme dhe gazetari vlerëson që aty bëhet fjalë për interes të shërbimit publik, gazetari është i lirë që t'i thotë në kontekstin e interesit publik që të publikojë një lajm të caktuar. I lidhe fotografitë e fëmijëve fare të vegjël që nuk lejohet, se kanë interes. Tashmë, te kjo çështje unë shoh një intimidim të gazetarëve që kanë frikë të përmendin se cili është ai politikani i cili dyshohet që ka përdorur 2 zyrtarët të cilët janë në masën e arrestit në burg për të hakeruar sistemin, cilët janë materialet që janë vjedhur ndaj kujt biznesmene. Jo, unë nuk i kam. Po juve vetë thatë, Klodi, që ju kam dyshime, nuk kam prova, po kem prova, ju i keni të dhënat, dhe SPAK merë gazetarët, thret gazetarët dhe i thot i ske për të fjerë. Sa materiale e timore të SPAK-ut kanë dalë dhe pyete se kjo historia sa materiale të SPAK-ut, doli dosja e kolegut ton Artan Hoxha, materialet që janë të dyshueshme, e shpallën fajtor pa e gjykuar. Dhe emra dhe mjemra dhe qatë dhe SPAK-u nuk bëri asnjë gjë, nuk ishte problem për sekretin e timor për SPAK-u. Kurse kjo çështja këtu ku implikohet SPAK-u, ose është ndonjë emër që intereson SPAK-ut, që mos të publikohet, atëherë jo se preket sekreti e timor. Jo, nuk ka monopolin e të vërtetë SPAK-u. Jo, më vjen shumë keq. Jo, unë po mbaj qëndrim. Jo me juve, Klodi. Ajo të mbash qëndrim. Atëherë, ajo çfarë thash unë dhe mos e ke cito dhe më dëgjoj sërish dhe dëgjoj mirë është, unë kam dyshime, thash, nisur nga fakti që 2 personat janë të emëruar nga një politikan i lartë i Partisë Socialiste. Kam dyshime që ai ka qenë interesuar në mënyrë të drejtë për drejtë, por nuk kam provë për ta implikuar direkt. Dyshimet tona vin zero dhe nuk kemi themi fare. Sa i përket materialeve, unë personalisht
nuk janë futur në grupin e gazetarëve që i kanë disponuar. Pra nuk kanë ardhur në celularin tim. Dhe nuk e di për mbajtjen e aty materialeve. A janë thirrur gazetarë dhe i është kërkuar të mos publikojnë materiale? Po se cili gazetar të mbaj qëndrimin e vetë. Zoti Fundo ka dalë dhe ka thënë më kanë ardhur të mbaj qëndrimin e vetë. Unë nuk i disponoj ato materiale dhe nuk mund të flas për një material që nuk e disponoj. Ka që thjesht është. Nuk po flas fare për Zotin Fundo, po flas për ata që e kanë aksesuar materialin. Po flas se ka marrë asuna Gjivahiri as ju. Institucionin e prokurorisë së posaçme në këtë rast. Përse duhet të thras gazetarët dhe t'i kërkojnë mos publikojnë materiale? Kush është Spaku që vendos se çfarë duhet të shkruaj gazetari apo jo? Ku ndryshon Spaku këtu nga Edi Rama që merr mediat në telefon, apo Erion Veliaj apo të tjerët që ne i akuzojmë gjithë që këtë bëj edhe këtë mos ta bëj? Kush është Spaku? Këtë çështje jam duke shtruar. Jo, nuk po t'akuzoj ty, unë po merrem me Spaku. Ne po diskutojmë për të mirë të opinionit publik. Pra edhe kjo është ndërhyrje në punën e lirisë editoriale të mediave. Pit mbarojmë historia. Nëse kam fakte dhe prova. Spaku mbrojt, kush për të mbrojtur? Kur e kanë intimiduar mediat, Spakun e kemi mbrojtur. Po në këtë rast jo. Në këtë rast, në këtë rast është një lloj diktature e një institucioni represiv mbi media. Kështu e shoh. Duhet kesh prova. Unë nisur nga të dhëna që disponoj deri më tani, arri në konkluzionin që Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj nuk janë krerët e kësaj historie. Këtë po them. Materiale që kanë dalë në publik. Si vazhdojnë në Shqipëri romanet e verdhët. Romanet e verdhët. Materiale qëndrimi që ka Spaku se kanë parë në disa çështje. Kanë zgjedhur të mos flasë. Si vazhdojnë Ola romanet e verdhët. Nëse mua do të kishin ardhur ato materiale, ndoshta do të kisha mbajtur një qëndrim të ndryshëm, por unë nuk i disponoj materialet. Të nxirren materiale që ti nxjerr jeta dikujt. Më fal, moj zonjë, unë po të them që nuk ka problem sekreti hetimor kur i intereson Spakut. Kur del Spaku kish ka problem sekreti hetimor. Po të them, unë nuk jam personi, pra as ju besoj. Pra po flasim, jo, po e sqaroj për opinionin publik. Nëse mua do më kishin ardhur në celularin tim, ose teles mund të kishin ardhur. Jo, nëse ti vjen në dorë një dosje autentike Spakut, ti çfarë bën? Do bëj gjitha verifikime dhe nëse më rezulton e vërtet dosje autentike se absolutisht do ta publikoja. Absolutisht që po. Do të thrasi Spaku, do të thotë të lutem mos e publiko. Në mënyrë kategorike, ju e dini që unë se kam pyetur as Spakun as kërkën. Atëherë për çfarë do të diskutojmë? Por po them gjë tjetër. Po them që në rastin konkret, unë personalisht nuk i kam disponuar ato materiale që çfarë përmbajtje kanë. Kështu që unë s'mund të flas për një material që nuk e kam poseduar. Por ama, ju e dini shumë mirë, kemi punuar vite me radhë. Dhe ka pas shpesh institucione që kanë insistuar me çdo kusht mos publikohen. Ne kemi publikuar kur kemi arritur në konkluzion. Që është materiali vërtet dhe është material që ka interes publik. Kur ke rënë ndjenit këtij lajmi ti? Unë? Po. Kam rënë të paktën prej 3 javësh. Dhe ke publikuar? Po kush ata që nuk e kanë publikuar? Kur jam bindur e kam publikuar.